Kuna huvni, kuna gjëni në fshat neve prap. Po dhe futanun tani. Se sot do bëjmë byrek që thoni. Ndezëm dhe sobën me dru. Po dua njëherë t'u tregoj që këtë kohën e bukur me diell dhe sot kështu, këtu. Shikoni sa bukur, shikani. Edhe atje brenda kemi dhe sobën me dru. Ja dhe brumi për byrekun do ta lëm çik të çlodhet. Edhe për një çik do fillojmë. Ja tani këtu po bëjmë gati brumin për byrekë. I presim copa. Ja kështu ulojmë me një pecet për mbi të që të më na falë. Unë do t'u vëdel çik vaj për mbi të. Edhe do bëjmë dredhanik si i thënë neve nga zona tonë. Dredha. Ja, kjo që ka në pos? Ku me kjerence? Ne. Ja, këtu po bëjmë byreku neve. Po hapim metët. Po më ndihmon këtu dhe shokja. I hedhim vaj edhe djathë. Unë në fakt këtë e kam bërë djathë me gjizë. E kam përzirë edhe 2 ves kam hedhur brenda. Gati dhe byreku, do ta vëmë të piqet. Byreku është gati, do ta mbulojmë tani një çik që të zbutet, se sa po doli nga furri. Edhe të na bëjmë mirë më miq.